Një shqiptar i dënuar për kanabis shpëton nga deportimi pasi partnerja e tij në Angli nuk flet shqip. Një shqiptar i identifikuar si Armando Iberhasaj ka shpëtuar nga deportimi drejt Shqipërisë pasi gjykatare e migracionit në Mbretërinë e Bashkuar vendosi se dërgimi i tij do të ishte tepër i ashpër për partneren e tij e cila nuk flet shqip dhe nuk ka lidhje me Shqipërinë. Iberhasaj ishte dënuar me 4 muaj burg për kultivim me 200 bimeve kanabis në një shtëpi në Bolsover dhe Birshare. Kishte hyrë legalisht në Mbretërinë e Bashkuar në vitin 2019 dhe u arrestua brenda disa muajve pas ardhjes së tij. Ai argumentoi para gjykatës se deportimi do skelte të drejtën e tij për jetë familjare sipas Konventës Evropiane për të drejtat e njerëzit, duke theksuar se partnerja e tij nuk kishte vizituar kurrë Shqipërinë dhe nuk fliste gjuhën shqipe. Gjyqtarja Sara Pinder pranoi argumentet e tij duke thënë se deportimi do të kishte pasojë të papërshtatshme për partneren e tij.